Mimbrama Dibran të dashur. Mimbrama dhe mirë se erdhët në Dibrën Fisnike, funksionar, lider dhe misafir të nderuar. Dhe njëkohësisht shfrytëzoj rastin për një falënderim të sinqertë për angazhimin dhe për krahjen tuaj që na dhuroni në rrugën drejt fitores. Të nderuar qytetarë të Dibrës, sonte jam këtu jo vetëm si kandidat për Këshillin Komunal, por si një zë i qytetarëve, zë që do të mbrojë interesin publik dhe do të punoj në shërbim të secilit prej jush. Ne e dim se besueshmëria në institucione nuk fitohet me fjalë, por me veprim, angazhim dhe transparencë. Prandaj, edhe kemi marrë një vendim të qartë dhe të drejtë. Baza e funksionimit të këshillit tonë do të jetë transparenca. Prandaj dhe premtoj që çdo seancë e Këshillit Komunal të transmetohet drejt për drejt, që çdo qytetar të mund të shohë, të mund të dëgjojë dhe të di se çfarë vendoset në emër të tij. Sepse vetëm kështu ndërtohet besimi i ndërsjelltë midis qytetarit dhe përfaqësuesit të tij. Ne do të jemi në shërbim të qytetarit dhe në mbrojtje të tij. Do të jemi garant të ligjit, të drejtësisë dhe të interesit publik. Çdo vendim, çdo kërkesë, çdo debat në Këshill do të ketë një qëllim të vetëm, të sjellë përfitim për qytetarët dhe zhvillim për Dibrën. Kjo është rruga jonë, ky është premtimi jonë. Një këshill i hapur, një këshill transparent dhe i ndershëm, që flet me zë të fuqishëm dhe në emër të gjithë qytetarëve. Me këtë frimë, më lejoni që me shumë krenari të ftoj në skenë me radhë ekipin tonë, që do të jetë një zë për Dibrën. Krenar Slova. Altina Jani Canebafto. Beqir Lata. Nazmi Tollumi. Hadisa Nasufi. Buran Ameti. Nertil Osmani. Alma Dovolani. Blerime Toçi. Shaban Alajbegu. Emin Vërzivoli. Ilka Nuredini. Alma Samargjiu. Dhe i nderuari Ibrahim Kolari.